Dhe ndryshimet e fundit, edhe në lidhje me pjesën e ndryshimeve në kodin penal, po shkojmë drejt një kodi penal dhe qeverie represive, dhe duhet jemi, dhe për mu sot po të pyesish çdo njeri, sot sidomos i herë, po marrë një çështje shumë thjesht. Parkimi dy fisht, që imagjino, ti i kërkon qytetarit që në rast të emergjente, për të shkuar në informaci, dënohet në një kohë që s'ke as infrastruktur, nuk ke as parkime nëntoksore, as godina, as një perspektiv. Por ama, në rastin konkret, kjo është në asnjë vend të botës nuk e gjen këtë. Tani, pra, qasja është e tillë që po shkojmë drejt një autokracie. Pra, opozita ku i ka shpresat? Tek institucionet e drejtësisë, në këtë rast për shembull gjykata kushtetuese, tek protestat, a ka plan B për të vijuar më tej? Patjetër. Protesta e radhës do jetë më e konfiguruar, do ketë në pikpamjen time edhe konsistencë dhe qëndrueshmëri dhe duhet të jetë më për disa ditë dhe jo një protestë shëtitje në bulevard ose fjalime, duhet të ndryshojë edhe mënyra e organizimit dhe unë them që qytetarët janë gatshëm edhe nga kontaktet që kam në bazë, unë komunikoj çdo ditë me ta dhe pritshmëritë e atyre janë shumë të dhaja. Ja të dëgjojmë pak zotin Murizi tani që është antar